Mbajtja e rrobave të bardha dhe të shëndritshme si ditën që i keni blerë është paksa e vështirë. Ato mund të bëhen me njolla të ndryshme si ato të djersës, për shkak të plurit apo mund të marrin ngjyrën e rrobave të tjera. Kështu, anvisat përdorin detergjent të zbardhues për t'i bërë ato që të duken si të reja. Por përveç se nuk arrin t'i zbardhin dhe t'i bëjnë si qishin, përmbajnë edhe komponent të cilët bëhen të rrezikshëm kur rrobat bien në kontakt me lëkurën. Mund të krijojnë alergji, reaksione, skuqje apo acarim. Ka disa metoda shumë të thjeshta që ju vinë në ndihmë dhe japin fund problemit tuaj. Lëngu i limonit është përbërësi ideal që ju duhet për këtë rast. Metoda e parë. Nëse i lani rrobat tuaja në lavatriçe, shtoni në të një gotë me lëng limoni. Ndërsa metoda e dytë, nëse i lani rrobat me dorë, atëherë zhytini në një enë me ujë të nxehtë dhe shtoni një gotë lëng limoni. Lërini përgjatë gjithë natës. Në mëngjes, vendosini sërish në lavatriçe dhe lajeni si zakonisht. Përsëriteni këtë procedurë derisa rrobat të zbardhen plotësisht.